Qëllopeki është një qëllopek, por ka dy bashkësi lokale. Ndame në dy bashkësi qëllopeki nalt dhe qëllopeki poshtë. Rruga drejt neve na çon në qëllopeki nalt, pastaj vjen Miletina. Po mirë, përse dy bashkësi lokale? Dy bashkësi lokale për shkak se numri I banorëve është shumë I madh. Është fshati I madh. Fshati I madh është, po ky fshat është krijuar për fshatit atje nalt. Dhe edhe gjuha neve, gjuha tash është kjo pjesa e re e fshatit. Kjo është pjesa e re. Kjo pjesë është, do me thënë, prej qëllopekit nalt që fillon, kjo është fillimi I qëllopekit të ri. Po ky qëllopek është krijuar nga ai qëllopek dhe qëllopeki nuk kemi si e shiqojmë daras, po e shiqojmë vetëm si qëllopek. Edhe cilin ta pjesësh nuk të thot jam prej qëllopekit poshtë, apo prej qëllopekit nalt, por prej qëllopeku. Prej qëllopekit, po. Nuk ka ndarësi. Tash, unë vetëm një shembull do ta marr se rinia si duket është larguar me të madhe. Po do të kthehen sërish? Po, patjetër. 2008 unë jam largu dhe shkolla e qëllopekut, kur jam largu prej këtu, e kam lanë me 1200 nxënës. Tash shkolla e qëllopekit nuk e di ai numron 450-500 nxënës. Ka ra shumë. Do me thënë ka ra 60%. Shkaku I migrimit. Shkaku I migrimit. Po, a do të kthehen ato nga migrimi? Varësisht se çfarë kushte kanë krijuar atje, çfarë familje kanë krijuar atje, a janë integruar në sistemin gjerman apo zvicran apo norvegjes, apo ka familje që janë kthyer dhe janë të suksesshëm këtu. Ka disa familje që janë kthyer. Besoj që në të ardhmen, nëse këto kushtet këtu sadopak përmirësohen, kushtet ekonomike dhe politike, atëherë me siguri këta njerëz do ta shohin vetveten këtu në qëllopek. Pasi ja ndroi qëllopekin, veçanërisht pjesa gjeneratat e vjetra. Për gjeneratat e reja, nëse u krijohet kushte, shembull vinë në rinia nga Gjermania ose nga Zvicra këtu do të organizohen manifestime të ndryshme. Jo vetëm të organizohen njerëzit vetëm kur ka zgjedhje, po kur vinë kurbeqarët, të ofrojnë diçka asaj rinisë që është në Mërgat.